Në vitet e errta të luftës së ftohtë, kur Amerika dhe Bashkimi Sovjetik luanin shah me gjithë planetin, një dosje në Langley mban një titull të çuditshëm. Projekti Shqiponia e heshtur, personeli vetëm shqiptar. Për dekada kjo dosje qëndroi e mbyllur, derisa disa faqe të deklasifikuara zbuluan një intrigë të pabesueshme. S'po përgatitej për një mision që shumica e operativëve të saj e quanin të pamundur. Infiltrimin e një zone evropiane jashtëzakonisht të fortifikuar, ku armish kontrollonin çdo rrugë, çdo radiosinjal dhe çdo njeri që hynte brenda. Por pse kërkoheshin vetëm shqiptar? Sipas dokumenteve, agjentët amerikan kishin studiuar profilet e popujve të Ballkanit. Shqiptarët përshkruheshin si të pamundur për t'u thyer, me një kombinim unik, trimëri, aftësi mbijetese në terene ekstreme dhe një talent të lindur për t'u zhdukur brenda turmës pa lënë gjurmë. Një raport shkruante: ata lëvizin në male si të rritur nga shkëmbi vet. Plani ishte i çmendur, futja e një ekipi të vogël shqiptarësh në një zonë të izoluar, për të nxjerrë prej saj një shkencëtar të rrezikshëm që po punonte për kundërshtarët. Asnjë Amerikan nuk mund ta bënte. Të gjithë binin në sy. Shqiptarët? Jo. Ata mund të kalonin si vendas, si tregtar, si punëtor, si askush dhe si të gjithë. Dhe pjesa më e frikshme, në dosje shkruhej: nëse kapen ekzistenca e tyre mohohet. Fundi i dosjes është bosh. Nuk thuhet kur nëse misioni ndodhi, dështoi apo triumfoi. Vetëm një fjali e fundit. Nevojiten njerëz që nuk dorëzohen. Prandaj shqiptar. Kjo është historia e një operacioni që mund të ketë ndodhur ose që mund të ketë qenë kaq sekret sa e vërteta ende flen nëpër arkiva.